Mirë, rikthehemi së bashku në transmetim të drejtë për drejtë. Jam në studio me zotin Besim Drejgjonin, sigurisht për të diskutuar lidhur me zhvillimet shumë të rëndësishme politike, po kryesisht edhe për çështjen e avokatit të popullit, ku ditën e sotme ka konkluduar me betimin në një situatë kaotike të avokatit të popullit, po sigurisht zotin Drejgjoni, përshëndetje, mirë se vini një herë. Si e pat këtë situatën konfliktuale që ka ndodhur ditën e sotme në parlament, një opozitë e cila ndoshta kaloi çdo limit të një seance të fundit parlamentare, ku me flakadan edhe jo vetëm krijoi një situatë që as nuk u dëgjua dhe as nuk u kuptua se çfarë realisht u votua dhe ndodhi brenda parlamentit fiks pare. Përshëndetje, faleminderit për hapësirën që na jepni. Nuk është se ishte opozita që krijoi rrëmuje këto. Këtu ne kemi përfunduar në diktaturë. Në diktaturën, me petkun e demokracisë, në një diktaturë, kur vota s'përfillet, kur institucionet janë dispozicion të sundusit, ku drejtësia është dekor, kur drejtat e lirit e njeni u dhunohen çdo ditë, ku qytetarët shqiptarë po kanë kaluar në depresion dhe ankth për i kësaj krize dhe për i kësaj klase politike. Shqiptë nuk e dim në kanë kaluar në depresion dhe ankth, se po të kishin kaluar do dilin në shesh, do mbështesin opozitën, ose Partinë Demokratike dhe diçka do të shikonim. Këtë nuk e themi do, se nuk i shohim do. Sigurisht që një forcë politike që përdor drogën, përdor forcën e pushtetit, frika qeveritare në një shoqëri është prezent. Ne kemi një forcë politike kriminale, e cila e vret qytetarin dhe në vend që të ndërtoj shtet të së drejtës, ka ndërtu shtet kriminal. Këtë nuk e deklaroj unë si qytetari këtij vendi. Këta e deklaron drejtësia shqiptare. Drejtësia shqiptare paraqiti padje se Akshi, agjencia me madhe në dispozicion të kryeministrit që merret me paret e projekteve shqiptare, është një institucion kriminal. Bandë kriminale. Po para 2 vjeç, në Bashkinë e Tiranës, që drejtohet nga kjo forcë politike, doli një bandë tjetër kriminale që ishte 5 doja. Pra, policia shtetit është në dispozicion të krimit. Si mund të themi ne që shoqëria shqiptare që gaqet, që shoqëria shqiptare po ndërton demokraci? Po pse nuk reflektohet kjo në protesta? Ka vende europiane, kemi parë së fundmi edhe Bullgarinë që rrëzoi një qeveri me protesta masive. Pse nuk reflektohet kjo? Kanë vdekur protestat e qytetarëve? Kush i ka vrarë? Politika? E majta, e djathta, në tërësi e gjithë politika? Fatkeqësisht në Shqipëri nuk ka as majta as djathtë. Në Shqipëri ka banda. Pra, klasa politike e 90-s, që erdhi me hyjim të madh që do ndërtoj pluralizëm, do ndërtoj demokraci, ajo dështoi totalisht. Pra, 8 dhjetori i 90-s, na solli përpara shqiptarëve 2 forca politike, as pak demokratike, as pak në mbrojtje të drejtave lirive të qytetarit, por në shërbim të pushtetit, imituese të diktaturës. Forca politike e majt, që e quajnë të majt, kjo forcë politike ka vra antikomunistat shqiptar, jo vetëm dje që ka zhduk 6.000 shqiptar, por në kohën e pluralizmit politik, mos harroni të sjellë në vëmendje, ishi përndjekur i politik në Vlorë, punojnë si shërbimit informativ kombëtar, u pre me spat para vlonjatëve dhe ajo që i thithi gjakun, ati punojnë si ati përndjekur i politik, ati antikomunisti, u gradu nga kjo forcë politike e quajtur e majt, e u gradu deputetën në parlament. Mos të harrojmë se dëshmori i demokracisë në mbrojtjet votë lirë në listë matit 97 Kujtim Frangu u vrasë se mbron të votat e PD-s. Por çfarë ndodh? Çfarë ndodh në një vend kur krimi i organizuar drejton shtetin?
këtu është alarmi i madh për shoqërinë Çfarë shqiptare. ndodhi sot në parlament në optikën tënde? E kam fjalën këtu, e lëm majorancën, e lëm Partinë Socialiste, sepse dim dhe po dëgjojmë shumë skandale që po dalin nga radhë e saj, po çfarë ndodhi me opozitën Jo sot? skandale. Ja, një sekond ta përfundoj pyetjen. Qëndrimet e deputetëve të opozitës, kryesisht të Partisë Demokratike, që hodhën flakadan, pati tensione edhe në adresë të drejtuesit të seancës parlamentare dhe të kryeparlamentarit, si e pat këtë qëndrim të opozitës? Është ky një qëndrim që i duhet ta mbajë Partia Demokratike për ndërkombëtarët dhe jo për shqiptarët? Është ky një qëndrim sepse na ka rakorduar Partia Demokratike, zoti Lapaj po ashtu në të njëjtën kohë ka protestuar, zoti Erlin Qori po ashtu ka bërë një protest pak ditë më përpara. Përkojmë të në të njëjtën kohë që tani që kjo është situata në Partinë Socialiste dhe në majorancë, hajde të shfrytëzojmë se kjo na duhet për ndërkombëtarët? Jo. Më shumë se sa për shqiptarët? Jo, fatkeqësisht klasa politike shqiptare po imiton klasën politike serbe. Edhe opozita në Serbi kështu është ndar, e fragmentizuar. Dhe është populli serb, ai që e detyron kriminalin presidentin e atij vendi që mos të vazhdoj të drejtoj shtetin në mënyrë normale. Tani këtu, kjo Parti Demokratike me 11 maj ka deklaruar botërisht se nuk i njeh zgjedhjet. Përse se bëri këtë rezistencë në parlament që në muajin shtator, nuk duhet të ky parlament funksiononte. Pse po e bën tani? Nuk e di, tani ato duhet të hapin përgjigjen vetë. Si ka mundësi që deputetë opozitë sot për 2 ore bllokun parlamentin? Po ta kishin blloku parlamentin që në muajin shtator, se ky parlament është parlamenti inkriminuar. Zonjë nderuame, e gjithë qeveria socialiste është me dosjen SPAK. Mbi 80% deputetëve socialist janë me dosjen SPAK. Nuk mund të rri kryeministër i një vendi kur ka këto skandale. Vetëm Shqipëri rrin kryeministri kur gjithë institucionet e shtetit janë të inkriminuar. Si mund të rish ta mbaroj? Si mund të rish? Është opozita shumë e dobët. Opozita shumë e vener, do t'i them dhe për opozitën, mos u shqetëso, edhe për opozitën. Por të thëmi njëherë këtë që sundon Shqipërinë. Gjithë ministrat e mbrojtjes dalin me grupet kriminale. Gjithë ministrat e mbrojtjes dalin. Më fal, du mu bëj një pyetje si medje. A e ndoqët dekorimin e Edi Rams edhe të Bajram Beks para disa ditë? E di cilë dekoruan këta farë drejtues shtetit shqiptar, dekoruan autorin e kushtetutës së vitit 1976 që bëri me ligj diktaturën të funksionoj me ligj diktaturën në Shqipëri. Dekoruan historianët e komunizmit që kanë prish historinë e kombit shqiptar. Dekoruan të gjithë ata që i kanë shërbyer diktaturës komuniste dhe pa pikë turpi, ky president duhet t'japi dorëheqje. Ky kryeministër duhet t'japi dorëheqje. Nuk duhet ta shën popullin luftë civile. Nuk mund të rish. Nuk e japin. Çfarë bëhet në këtë kushte? Se koha e tregoi që nuk janë dhënë. Skandale më të mëdha. Do ta japi. Nuk ka rrugë dalje Edi Rama. Sa do të blen ca sorista në Europë në Komisionin Evropian. Edi Rama dhe Partia Socialiste janë para popullit shqiptar, forcë kriminale që s'duhet të ekzistojnë pluralizmin politik. Do ta japi dorëheqjen zoti Rama se e presionon. Po s'ka rrugë dalje Edi Rama. Apo sepse Edi Rama nuk e ka penalizuar popullin shqiptar e nderuar. E ka penalizuar drejtësia, jo ne. Se ka penalizuar opozita, e ka penalizuar drejtësia. Drejtësia ja ka nxjerrur të gjithë qeverinë korruptuar, të gjithë qeverinë me grupet kriminale, gjithë deputetët të inkriminuar me grupe kriminale. Si mund të ekzistojë një qeveri e cila drejton një shtet me krimin e organizuar? Më fal, ju si media, e keni psu nga kjo qeveri.
E keni psu, u hoqen nga vendi kur media që i shërben ati, u jep lolloj tendrash, ju si media lirë, si media vërtet, si media që i shërben i Shqipëris, ju u penalizoj, u zhduku. Pra, ky është kryeministri pinjolli i blokut. Jo, u zhduku nga vendi ku po punoshin nga 30 vjetë, absolutisht. Jeni i zhgënjur nga Partia Demokratike, zotin Drejgjoni? Shumë i zhgënjur. Partia Demokratike ka 30 vjetë që nuk tregon identitetin e saj. Nuk mund të heci Partia Demokratike në një linjë populiste. Partia Demokratike duhet të dali para popullit dhe thot, a do jesh me forcat antikomuniste që e kanë mbrojt këtë parti mos mu asimilu. Nuk mund të bëhet Partia Demokratike të bëj lonja ka zbajate politike për me zgjedh një avokat populli, Knesja dhash votat, Kneja dhash. Kneja bëra, Knese bëra. Kjo ishte turp kombëtar. Apo keni patur këtë mendim për këtë forcë politike? Jo, më kësaj forse më ndigjo. Mas 30 vjeç, ne pritshim që Partia Demokratike të tregohet një herë minjose ndaj antikomunistëve shqiptarë. Vetëm një herë. Ka 30 vjetë, ja po ta jap shembullin e avokatit popullit, lutëm qofse më jepni drejt. Partia Socialiste e mbroi, zgjodhi avokat populli në vitin 2001, zgjodhi një ish drejtues të Ministrisë së Brendshme të diktaturës. Që s'dutja përmenem. Pak shkurtimisht e lutem, që të shfrytëzojmë kohën. Në vitin 2006, po Partia Demokratike, Partia djathtë konservatore e aprovoi më një herë dhe i dha mandat dytë. Po Partia Demokratike në 2011 i dha mandatin tjetër Igli Totozanit. Pra, dhe në vitin 2025, kur gjithë forcat antikomuniste, gjithë shoqëria shqiptare, ajo shoqëri që e do këtë kom, pristet që Partia Demokratike të zgjidhte një antikomunist, duke detiruar forcën politike që e kishte vra familjen e kandidatit për avokat populli, që kishte vra 6.000 shqiptar, që kishte burgos 36.000 shqiptar, dhe kjo forcë politike e pa moralshme, e pa ndërgjeshme, as pak demokratike, kjo fillon e bën pazare me partinë e krimit, me partinë që drejtësia ka vu për balë ligjit. Në qoftë se ka kryeministër në botë që është vu për balë ligjit, është i vetmi kryeministri Shqipërisë Edi Rama. Këto se bëm ne, as antikomunistët, as kjo është të qytur opozit. Ju e keni kuptuar tani që ka pazare mes Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste, apo e keni kuptuar edhe më herët kur e mbështesnit të forcë politike para se të ndodhte historia e avokatit popullit? Jo, mëre, ne pritshim që Partia Demokratike të marrin drejtim konservator. Më falë, ne nuk jemi zemruar që Partia Demokratike nuk përkrau kandidaturën në një antikomunisti për avokat populli. Ne jemi të shqetësuar ku shkon kjo opozit, pa qenë konservatore. Ja po t'jap di shembuj vetëm për vitin 2025. Kongresi Amerikan muin shkurt nxori ligj për më fut në kurrikulumet shkollore krimet e komunizmit. Partia Demokratike heshti, nuk i kërkoj parlamentit. I kërkum ne dhe 3 komunitetet fetare dënojnë krimet e komunizmit dhe ligj se jemi vetmi vend në Europë që si kemi dënu këto krime. Dhe Partia Demokratike nuk foli një fjalë për krimet e komunizmit. Partia Demokratike nuk përshëndeti proklamatën e presidentit Trump për javën antikomunizmit. Pra, ne nuk kërkojmë nga Partia Demokratike të na joshim me një post, me një institucion. Jo, ne kërkojmë kjo tjetë konservatore, kjo të njeki rrugën e Donald Trumpit, kjo të njeki rrugën e konservatore. Se nuk keni vajtur më herët të qëndrim, zotin Drejgjoni, si kur po e mbani sot në raport me Partinë Demokratike? Në qoftë se hapni arkivat e medias tuaj, unë jam i vetmi oponent në emër të antikomunistave, si asnjëherë nuk ka toleru Partinë Demokratike që mos ndjeki rrugën konservatore. Këtë ja kam thënë dhe ish presidentit Berisha në zyrën e ty si kryetari opozit. Po mbase kjo ka ndikuar që zoti Berisha nuk i mbështeti për të zgjedhur avokati popullit? Ose për të dhënë emrin tuaj edhe për ta votuar emrin tuaj? Unë nuk do të merrem shumë me emrin e drejtuesit. Unë po merrem me faktin. Për mu ka rëndësi, jo zgjedhja avokatit popullit. Për mu ka rëndësi
Partia Demokratike o t'jetë konservatore, o t'hiki ke Partia Socialiste se s'ka që duhet shqiptarve. Protesta e ditës së hënë, për shembull, do ta përshëndesni nga ana që do të mbahet nga ana e Partisë Demokratike? Absolutisht jo. Për arsye, kemi fiks 15 vjetë që Partia Demokratike organizon protestat fuqishme, man 2 orë fjalim edhe na dërgon shtëpi. Është i lodhur. Nuk janë deputete ne do ta mbështesim Partinë Demokratike ditën e hënë në protest, ne si antikomunist, në qoftë se 35 deputete Partisë Demokratike që votuan kryetarin e Partisë Marksiste-Leniniste dhe kandidatin e Edi Ramës për avokat popullit jepnin dorëheqje. Në qoftë se Partia Demokratike ditën e hënë ka mobilizu popullin shqiptar, popullin antikomunist, për me qëndru para kryeministrisë, derisa ky kryeministër, kjo qeveria inkriminume, ky parlamenti inkriminu të largohet nga jeta publike shqiptare. Ne do të mbështesim. Në qoftë se Partia Demokratike nuk lëviz nga vendi, dhe siç bën bullgarët, në qoftë se ne do dalim, do lim kryeministrinë me ca boj. Po pra, e bën populli, pra edhe kjo. Por duhet kemi parasysh diçka. Populli është shumë i lodhur. Populli është jashtëzakonisht i lodhur. Përse Partia Demokratike nuk del para popullit dhe të tregoj pse ka bën marrëveshje të fshehtë me partinë e krimit Edi Ramës për avokatin e popullit. Pse Partia Demokratike, pse ditën e sotme në parlament. Pse sot keni menduar dhe këtë gjë? Këtë gjë ja kemi kërkuar siç bëri sot në parlament, që në muajin shtator Partisë Demokratike të bllokohet parlamenti, i gjithë populli, edhe sot Partia Demokratike duhet të bëte thirrje të bëte thirrje shqiptarëve, hajde ke parlamenti se ki parlamenti i krimit nuk meriton drejtoj Shqipërinë. Atë kërkojmë ne. Ne kërkojmë që Shqipëria të gëzojë demokracinë. Ki parasysh diçka. 80-90 na paraqiti një klasë politike e cila sot, mas 3 gatash, të gjithë janë përballë drejtësisë, për korrupsion, për vrasje, për çdo gjë. Atëherë si mund të themi ne që kemi kjo kohë që shumë funksionarë të lartë të shtetit të japin llogari për ato që kanë bërë. Inshallah ja. Gjithsesi. Inshallah. Më lejo të bëj pyetjen e fundit sepse nuk kemi shumë kohë televizive. Do ta përshëndesni zotin Shabani, avokatin e popullit? Po më fal. Si u duket po në qoftë përzgjedhja e tij? Më fal, në qoftë se unë do të përshëndes zotin Shabani si avokat populli dhe Edi Ramën si kryeministër, unë do shkelim mbi gjakun e 6.000 shqiptarëve që kanë dhënë jetën që Shqipëria të ketë demokraci dhe liri. Zoti Shabani ka qenë një zot opozitari i zotit Rama edhe i Partisë Socialiste. Unë kam patur në këtë studio dhe këtë nuk mundem ta pranoj që po thoni ju. Gjithsesi, gabimet e opozitës. Ashtu, jo gabim, jo për këtë zotin Shabani. Ashtu? Po ka u bën mik i ngushtë me Edi Ramën zoti Shabani? Po si çka ndodhur? Ka u bën që zoti Shabani e mohon që ka marru arsimin e lartë në Universitetin e nderuar të Luarasit, po na nxjerr vetëm një vërtetim që ka marrë në Oxford, po që janë këto janë elementet më negative të një individi i cili bëhet avokati i popullit thjesht se është kryetari i Partisë Komuniste. Nuk bëhet avokati i popullit se ka përvojë për drejtat e lirisë të njerëzit, se ka përvojë në mbrojtje të qytetarëve të lirë. Kur ka protestuar zoti Shabani për drejtat e lirisë e shqiptarëve gjatë gjithë kohës si kryetar partie? Vetëm ka bën marrëveshje të fshehtë me një kryeministër korruptuar i cili fal një opozitet me veritur, e cili... Po marrëveshje të fshehtë tash se po zgjatemi në kohë, nuk është se i është dashur zotit Rama, zoti Shabani ka qenë një copuz e vogël që zoti Rama edhe mund mos i hynte në punë fare, kështu që nuk mund ta themi. Pse zoti Rama nuk paraqiti një socialist vetin, po paraqiti një kryetar të partisë ata? Po jo, nuk është opozita jo. Dakor. Opozita, fal, një minutë, të lutem të sqaroj. Opozita të sqarohemi. Opozita ka 2 rrugë. O të rinë shesh në atë ditë, derisa ky kryeministër i inkriminuar të largohet nga i vend dhe kjo forcë politike të largohet nga drejtimi i Shqipërisë, o ndryshe opozita
me populizëm dhe me mashtrime nuk mund të bindi shoqërinë shqiptare. Pra ne i bëjthiri dhe njëherë të 35 deputet të opozicës të japin dorëheqjen nëse ka një grim ndërgjegje kombëtare dhe opozita të kërkoj falje antikomunistave që kanë 35 vjetë që e mbajnë këtë forcë politike mos të asimilohet dhe ajo nuk ka morë mundin njëherë të kthejnë nderin që i kanë bënë. Zoti Ndregjoni, nuk kemi kohë televizive, faleminderit shumë për bisedën. Faleminderit për hapësirën që na jepni dhe kaq ne antikomunistat kënaqemi dhe me kaq hapësirë. Kënaqësi të kisha në studio. Mirë, kemi përfunduar këtu këtë bisedë, jemi në pritje të daljes së zotit Rama, shkojmë në publicitet tani.